3 muaj pa shkollë, pa detyra dhe pa orarin e zakonshëm, për fëmijët, vera është sinonimi i lirisë dhe argëtimit. Por përtej pushimeve, psikologët këshillojnë që kjo periudhë të mos kthehet në një rutinë të përditshme përpara telefonit apo pajisjeve elektronike. Shkëputja nga shkolla është një emocion i papar për të gjithë fëmijët dhe pjesa më e madhe e fëmijëve i kanë bërë planet e tyre në mendjen e tyre se si do ta kalojnë verën. Por e këshillueshmja është që në orët e parë të mëngjesit dhe gjatë mbrëmjes fëmijët nuk duhet të qëndrojnë gjatë në telefon, të merren me aktivitete fizike, aktivitete sportive, të merren me ushtrime dhe e mira është të jenë në ambiente të hapura. Psikologja Ilda Ruçi thotë se gjatë verës prindrit duhet të jenë të vëmendshëm edhe ndaj gjendjes emocionale të fëmijëve, pasi ndryshimi i rutinës dhe qëndrimi i gjatë në shtëpi mund të shoqërohen me mërzitje, ankth apo irritim. Fjalën pushim, unë do ta perceptoj një pushim të rrept, duke lënë punën me një anë, sado punë të kemi, po sikur ato 3 ditë apo ato 4 ditë që ne kemi, të krijojmë tamam pushime për fëmijë, të kemi një përkushtim 100% mbas fëmijëve, që edhe ato ta quajnë pushim, po edhe ne të jemi të jepemi mbas tyre, të plotësojmë dëshirat dhe ato 3 ditë telefoni të fiket dhe puna të qëndrojë me një anë. Psikologja thotë se pushimet verore nuk kanë nevojë të jenë të mbushura me aktivitete të kushtueshme. Një shëtitje, një lojë, një libër apo një bisedë familjare mund të jenë shumë të vlefshme për fëmijët.